Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e djeshme, qyteti i Shkodrës ishte pa ujë. Autoritetet kishin lajmëruar që për shkak të ndërhyrjes në rrjet, për mirëmbajtjen e tij e për të mirën e banorëve, do të ndërpritej uji i pijshëm për disa orë. Subhanallahu, dhe njerëzit ankoheshin për një ditë të vetme ose për pak orë të një dite të vetme. Ankoheshin për mungesën e ujit. Paramendoni sa vende e njerëz që vuajnë mungesën e ujit. Dhe paramendoni mirësinë e madhe që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë këtij qyteti dhe këtij vendi, shumësinë e lumejve, shumësinë e burimeve. Prej nga të gjithë ne marrim ujë të pijshëm pa pas nevojë me i thënë dikujt faleminderit. Mirë po, ai themi Zotit të gjithësisë, Allahumma lekal hamd. Ty të takon falënderimi për këtë mirësi të madhe që Zoti i gjithësisë e ka cilësuar në Kur'an, "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Pra e kemi bërë ujin burim të jetës. Burimi kryesor i jetës na jepet falas. A falenderojmë Zotin e gjithësisë. Mjaftojnë pak orë dhe krejt qyteti është në alarm. Nuk ka ujë për të pi, nuk ka ujë për t'u la, nuk ka ujë. Lana kryesore e jetës. Mirë po, mesazhi i kësaj dite e qëllimi i kësaj këshille është në krye të herës për të shprehur një falënderim të madh dhe një mirënjohje të thellë për të gjithë ata vëllezër dhe motra që për shpirtin e baballarëve e nanave të tyre kanë ngritur qezme hajratesh në cepat e ndryshme të xhamive tona. Dhe dje, një ndër lajmet më të bukura, prej lajmeve që të gëzojnë, ishte edhe fakti se teksa uji mungon në krejt qytetin, njerëzit shkojnë tek qezmet e hajrateve, brenda xhamive për të mush ujë. Subhanallah. Në këtë moment e sheh mirësinë e madhe të veprës tane. Në këtë moment kupton se sa e rëndësishme është me e ba një të mirë, që ndoshta dikush e nënvlerëson, e dikush thotë ç'a është kjo e mirë. Në këtë moment e kupton se sa rëndësishme është me ndihmu dikën që në një moment vështirësie ka nevojë edhe për një gotë ujë. Dhe në atë moment ajo gotë ujë vlen sa oqeanet e krejt botës. Në atë moment ajo pik ujë i jep jetë sa njerëzve. E nga këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson e na udhëzon se çdo njeri, çdo kafsh, çdo shpend, çdo krijesë që pin nga ai ujë që ti ki hap për të mirën e njerëzve, do të shpërblehesh për të. Me këtë rast, më lejoni që të shpreh një falënderim të thellë për të gjithë ata që na e kanë zbukuruar hartën e xhamive tona, e kanë zbukuruar qytetin ton me këtë hajrat, duke ruajtur një traditë shumë shekullore që muslimanët e këtij qyteti e kanë pas dhe vazhdojnë ta kenë. Ngritjen e bunarëve, e qezmeve të hajrateve për të mirën e njerëzve, për të mirën e kalimtarëve. Sa turist kanë pi ujë, kanë bërë një foto, e ndoshta atë foto e kanë publikuar gjithandej për t'ju thënë njerëzve se në Shkodër, teksa mungonte uji brenda xhamive e në cepat të ndryshëm të këtij qyteti, kishte qezme hajratesh. Një gjurmë qytetëruese që vjen nga lashtësia e qytetërimit islam. Të dashur të shtrenjtë. Mesazhi është shumë i thjeshtë, e shumë i qartë, që kur të kemi mundësi për të bërë një të mirë, për të cilit ka dobi komuniteti, bashkësia e njerëzve pa dallim, le të vrapojmë për ta bërë, sepse kjo është një gjurmë e vlerave tona, e trashëgimisë tonë, e tabanit tonë islam. Allahu Azza wa Jall e begatoft qytetin tonë, e i begatoft njerëzit vullnë të mirë në këtë qytet, e baft të sotmen tonë ma të mirë se ajo që kaloi, e baft të nesërmen ma të mirë se sa e sotmja. Allahu ju dashur dhe begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.